Për sa i përket balotazheve, unë ende nuk kam diskutuar me degët tona, me kandidatët tonë. Mendoj që do të analizojmë shumë mirë situatën, jo vetëm Prishtinë, gjithkund tjetër. Padyshim tash, ne mund të themi çka dojmë, por kemi nevojë ne për me na mbështet tjerë në komunat ku garojmë, edhe tjerë nuk kanë me pas nevojë për mbështetjen e Partisë Demokratike të Kosovës, por gjitha ndamas, me respektin absolut për çdo komunë, pavarësisht sa e madhe sa e vogël, kryeshteti është temë në vetvete, e cila do të merr edhe trajtimin, besoj, meritor në kohën e duhur. I takon Nuran Ismailit, si kryetar i degës, si kandidat, si njeriu që ka arrit me e rrit Partinë Demokratike të Kosovës. Normalisht, unë besoj shumë që Urani ka qenë larg kandidati më i mirë edhe më i duhur për Prishtinën. Për pak nuk ka arrit suksesin që tjetë në balotazh, për çka do të isha i bindur që do të fitonte. Jemi në situatë tjetër cilën parazitash, ashtu sikur dhe në rastet e komunave tjera, i takon Uranit që ta thot fjalën e tij e pastaj ta marrë vendimin bashkë.